Pas festës së Pashkës, emigrantët shqiptar kanë nisur kthimin drejt Greqisë dhe vendeve të tjera ku jetojnë e punojnë, duke sjellë një rritje të lëvizjeve në pikat kufitare në juglindje të vendit. Në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, situata paraqitet e qetë dhe pa radhë pritjeje, ndërsa autoritetet kufitare po punojnë me sportele të shtuara për të menaxhuar sa më mirë fluksin e udhëtarëve. Sipas të dhënave të 24 orëve të fundit, në Kapshticë kanë hyrë 2717 shtetas dhe kanë dalë 2982, çka tregon një lëvizje më të lartë në dalje drejt Greqisë. Fluksi konsiderueshëm është regjistruar edhe në pikën kufitare të Qafthanës, që lidh Shqipërinë me Maqedoninë e Veriut, ku kanë hyrë 3651 shtetas dhe kanë dalë 3704, duke reflektuar të njëjtën tendencë kthimi pas festës. Autoritetet paralajmërojnë se në ditët në vijim pritet rritje e mëtejshme e lëvizjeve, ndaj policia kufitare mbetet në gatishmëri të plotë për përballimin e situatës. Njëkohësisht qytetarëve u bëhet thirrje të përdorin edhe pika të tjera kalimi kufitar për të shmangur mbi ngarkesat dhe për të lehtësuar qarkullimin.